Në bibliotekën Thimi Mitko në Korçë u zhvillua një aktivitet i veçantë në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas. Në këtë takim morën pjesë gratë të cilat përmes punës dhe rrugtimit të tyre janë kthyer në shembuj frymëzimi dhe force, duke ndarë me të pranishmit reflektime, mesazhe motivuese dhe momente poetike. Në kuadër të 8 marsit, Bashkia e Korçë vendosi që këtë muaj ta quaj muaj i gruas, për të vënë në fokus figurën pikërisht të femrës, të vajzës, të gruas, të nënës. Dhe gjatë gjithë muajit do të kemi 4 evente totale, të cilat kanë specifika të veçanta për të promovuar dhe inkurajuar figurën e nënës. Sot çelim të program mujor, në të cilën do kemi jo vetëm mesazhe inkurajuese, por momente poetike, por gjithashtu dhe mesazhe të forta për të bashkëpunuar me njëra tjetrën si femra, për ta mbështetur atë dhe për të marrë nisma në të ardhmen të gjitha së bashku. Aktiviteti krijoi një atmosferë të ngrohtë dhe reflektuese, ndërsa u kthye në një mundësi për të vlerësuar rolin dhe kontributin e grave në shoqëri, si dhe për të ndarë histori që motivojnë dhe frymëzojnë.